Jemi rikthyer pas kësaj atmosfere të bukur që na kanë sjellë artistët e humorit dhe Mihri e Braha. Zotri Nuiçi, Sebastian, ju jeni lindur në Kabash të Vitis. Aty keni mbaruar shkollimin fillor. Ato të mesëm? Në Kroaci, në Zagreb. Në Kroaci, Në Kroaci, në Zagreb. Më pastaj keni studiuar në Prishtinë, Universitetin e Prishtinës për histori. Historian i Universitetit të Prishtinës, si diplomuar. Në cilat vite, zoti Nuiçi, keni studiuar? Prej 70-ës deri në 74-ën. Deri në 74-ën. Momentet bukura, zhvillimet bujshme në Kosovë, në atë periudhë, gëzimi madh për universitetin që po krijohej kështu me radhë. Me siguri po. Më pas keni punuar si një profesor shumë i adhuruar në Viti, në gjimnazin e Vitis. Për shumë vite, Po ishin mbi 20 vite me radhë kështu. 20 vite në arsim keni punuar. Po. Dhe më pas në vitet të 90-ta, në vitet të vështira për shqiptarët, shumë demonstrata, ngjarje të bujshme, helmime të fëmijëve e kështu me radhë, ju me tërë familjen thjesht jeni dëgdis, dhunshëm në Gjermani. Në cilin vit, strikt keni emigruar në Gjermani, Sebastian? Vendimi për me lëshue Kosovën është marrën në vitin 1990. Ka qenë një vendim shumë i vështirë për mua, i cili me ka mundue mas pakti një 6 muaj i radhë. Tash duhesh të dalësh të shkojsh në një vend ku kur se ki pa, se ki njoftë, dhe të krijojsh përsëri një jetë të re atje. Sigurisht vendim i vështirë. Shumë i vështirë, dhe ishte aja kryesorja shka me nxiti të shkoj, ishte helmimi i nxansave, i 7-8.000 nxansave, të shkollave të vjeçare në përgjithësi, në mesin e tyre ishte dhe vajza ime e dyta 9 vjeçare, atëherë helmuame. Dhe jo vetëm që ishte helmim, por edhe nuk na lëshin, as nuk guxojshëm as ti mjekojmë, as ti çojmë te mjeku ata fëmijë. Po sepse përshkruani sikur inskenim. Ishte fëmiu 9 vjeçar, 7-8 vjeçar, ishte në artist i Hollywoodit. Kështu e shpjegojshin ata. Dhe nuk ishte e vërtet, domethënë si mas gdjeshtrave të mashinerie se cila e kishte kurdisë edhe helmimet, ne ata nxansa, ata fëmijët e vogël ishin artistat e Hollywoodit. Në ndërkohë që bashkë me shumë shok kishit themeluar shoqatën Nën Tereza, për t'i dalë në ndihmë popullit shqiptar, kudo që ishte, sidomos në Kosovë që po përjetonte fillimin e një Golgote. Aja ishte ndoshta aja me madhja shka mujke njeri në atë kohë me e ba, me kryuë, se deri atëherë nuk kishte egzistu një sistem i tillë, multipartijak kështu, po kishte, kem jetuam në një monizëm kështu, që ishte deri në atë kohë, të egrë dhe të imponuam, në atë kohë u dha një lloj lejimi që të formohen edhe shoqatat humanitarë dhe një prej tyre ishte shoqata e Nanës Tereze, cila është e dyta me radhë, pas lidhjes demokratike, e regjistruar në ish Ministrien e Drejtësisë të atëhershëm të Jugosllavisë. Në vitin dhe keni përfunduar në Frankfurt tek familja juaj, të cilët kishin marrë djalin tuaj nga Afrika se i vetmi djalë mos po helmohet sikur të tjerët. Në vitin 92 bashkë me ambasadën shqiptare themeloni për herë të parë shoqatën shqiptaro-gjermane. Ashtu ishte, unë tash masi dola jashtë, nuk pata guxim të qëndroj këtu në Kosovë dhe ndoshta të luftoj me të gjithë kosovarët tjerë, të kundërvijemi sistemit dhunues, një pjesë e jona edhe jashtë. Unë ishte shkolla në Gjermani, pasi kisha vllazërit atje, dhe ja bëna një përkushtim vetvetes. Masi nuk mujta të rri në Kosovë, atëherë të përkushtom të bëj diç edhe në Gjermani për Kosovën. Ishte më rëndësishme në atë kohë të sensibilizojmë Evropën për çështjen reale që ekzistoi në Kosovë, se nuk dike. Konkretisht në Gjermani, në disa vende, kur do që shkojshëm, nuk besoj ka askush që mund të ekziston një dhunë e tillë ndaj një popullate vendase që ishte me shekuj dhe me mileniume e këtyre troje dhe e këtij vendi. Dhe tash ne dëshëm hap mas hapi, dal nga dalje, t'i bidum ata me realitetin ekzistues. Për të krijuar një pasqyrë reale. Për të ekzistuar një pasqyrë reale dhe për televiz edhe diken atje që është më i fuqishëm se na dhe më i fuqishëm se vendi ku ishte ku. Cilat ishin metodat që ju i përdornit për sensibilizimin e opinionit evropian, e sidomos atij gjerman, ku jetonit e frekuentonit? Në rend të parë ishte se ne nuk kishëm institucionet tona legale. Fare.
nuk ishëm mbështetje as mbikëqyrje as përfaqësi diplomatike, po çdo individ u deshke me luajt rolin e një ambasadori, një përfaqësuesi të shtetit. Po si mundshëm me luajt atë rol? Në rënd të parë me sjellje të mira, me punë të ndershme, me punë të mirë tonën personale aty për t'i bindë të gjithë se ne jem një popull evropian, vakte dënë, dhe i takojmë kësaj Evropë dhe kësaj kulture evropiane. Me sjellje tona të mira dhe civilizuese mundshëm me përfitu edhe shok Gjerman që në u deshtin për me ngritë zanin, se zani i tyne ishte maj fuqishëm se joni. Si një rrugë ndërlidhse deri tek institucionet e shtetit Gjerman. Të shtetit Gjerman, kështu ishte. Me bjen armen në rend të parë, bashkë aty ku jam në komunën afër Frankfurt, gjithë me Frankfurt, është një prej komunave më të pasura në tënë Gjermanie, një prej 3 komunave. Eshborni, por në atë republikë ku jam unë të Hesenit, është maj pasun aty. Dhe mund kom pas fatin dhe aty jam vendos, dhe aty jam edhe sot kështu. E bënëm një të bi me disa njerëz të komunës aty, që kishin influencë, ishin disa edhe delegat, ishte edhe një parlamentar e atëhershëm aty, dhe e tregujmë një film, e kishëm një kaset të protestave kur ishte Bob Doli këtu në Prishtinë. Të vitit 90. Të vitit 90. Vizita e senatorëve dhe kongresmenëve amerikanë. E amerikanë që ishin këtu Diogardje, Bob Doli. E sponsorizum për i këtyne atje, këta këshin nisë kështu. Edhe tash ne e tregum atë kaset ashtu si kishte ndodha e. Në mesin e tyre më shumë t'ju lja për shtypje ai individi që unë nuk e di of kush është, nuk e di emrin, që ishte ul kom kryç në shesh, policia i rrakë ka mujke, hellke gas lotësjellse të gjitha ato, ai ishte ul kom kryç në rrugë para grandit dikun edhe nuk lujke pri veni. Pastaj shkuan ta gjelatët edhe e rrahen atë shumë, ai pa fajshëm ty nejten kështu me duar të lidhuna, me thanën, dhe atë katilisht i mshojshit, e rrashin dhe ngrishit zhak dhe hypën në kamion. Pasi e hypën në një kamionet, ushtarake dikur, përsëri edhe atje e rrashin. Dhe me bjen armen atje Eliani më bën një pyetje, tha po mirë, një Gjerman, një Gjerman. Të gjithë ishin Gjerman, pos me edhe vllazërve të mi që ishëm aty, që e kishëm inicu këtë, edhe disa i shok tjerë. Tha po mirë, çka boni ky? Ky s'boni as ti sen, tha po si nejti ul, tha. Kërkuj, ashtë i sen, ashtë i shërë nuk e bani. E thash, kështu është tënë populata kosovare që nuk bën ashtë i sen të keqë. Ka bërë fajt madhë që është shqiptarë. Por këta e përjeton. Përjeton edhe sene më të zeza dhe më të vështira, ju mirët edhe jeta, kalbe në përburgje dhe kështu. Më pas keni dëpërtuar edhe në qarqe institucionale të larta, me shumë parlamentar, me humanistë të mëdhej, të njohur botërisht në Gjermani. Po, atëherë dal nga dale njerin ai cili përkushtohet një çështje kombëtare vjen edhe te qëllimet e veta të ngadalshëm. Ashtu që unë me zgjudhen është një organizat e të hujve, domethënë i lejohet me listë gjerman ku konkurrojnë për zgjedhje parlamentare. Se nëse si e gjerman ti s'ki drejt më kanë i zgjedhur as me zgjedh, as me votue. Por për të hujt ishte edhe unë u kyç ata shqiptar nuk ishte shumë aty në komunë, shumë që me i fitu votat, por u bashku me Turqit. Ata kam ashtë ma tepër, dhe gjatë votimeve unë fitova vendin e dytë. Dhe ishin 3 u zgjedhshëm prej neve, u zgjedh një turk, unë i dytë edhe një tjetër. Përsi i turk dhe që ashtu dëpërtova, një 5 vjetë kam qenë antari i parlamentit në komunën aty ku jam. Dhe aty ishin mundësit pak më të mëdhaja. Ishin mundësit pak më të mëdhaja me ardhë në kontakt me njerëz të cilët kanë influencë në politikën gjermane. Dhe kështu filloi aktiviteti jonë. Me bjen nërmen në vitin 92 organizuam një takim me përfaqësues tonë të Kosovës me ardhë atje, ishte Rita Sismut, aja koordinatorja parlamentit gjerman, si me thanë, si sot Jakub Krasisin që e kem të kryetar parlamentit, kështu dhe ja bën e pranoj dhe erdhën. Një delegacion, në kryet ati delegacion ishte Indjeri Femiagani atëherë, edhe disa humanitar dëmë Lufgjergji e Basajak, disa personalitetet tjera dhe e bam edhe atë kontakte, kështu filloj një lidhshmëri e gadalshme e parlamentarve gjerman me njerëz e tonë të cilët e udhëheqin një lloj politike në Kosovë. Të institucioneve të Kosovës si një formë rezistentës paqësore që kishim ndërtuar si sistem paralel se s'kishim ku tjetër. Ashtu. Zotin Ujqi, do t'jemi akoma bashkë, do të bisedojmë
sepse do të kthehemi ka njëri prej sebebve të këtij takimi edhe këtu në panelin tim këtu në spektaklin Odeon, por edhe të një takimit të madh që ka për synim shqyrtimin e pistave dhe mundësive të zhvillimit të Kosovës. Zotri Naim Dedushaj është drejtor për përkrahjen e investimeve në Ministrinë e Diasporës. Dhe për ta pas më të qartë se kush është zotri Naim Dedushaj, jeni lindur në Vuthaj, por jeni rritur në Prishtinë. Jam marrë si fëmijë, kom lindur në Vuthaj dhe kom marrë si fëmijë në Prishtinë, në kryeqytetin e Kosovës. Shkollimin fillor e keni mbaruar këtu, Naim? Këtu në Prishtinë, po. Edhe ato të mesëm, në shkollën e mesme të mjekësisë. Jemi njohur që atëherë. Ashtu është. Keni jetuar në Kosovë deri në vitin 1991, kur edhe ju deshëm apo s'deshëm dhunshëm kushtimisht emigroni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po në vitin 91, me 4 dhjetor, pikërisht e maj mend dhe datë që kam shkuar ka arrit në New York, nga Zvicra. Nga Zvicra. Për 10 vite, pothuajse 10 vite keni udhëhequr zyren e Kosovës, apo zyren e shqiptarëve, që në realitet ishte zyre hapur e lidhjes demokratike të Kosovës, që ishte një lëvizje e madhe atëherë. E që në këto vite përfaqësonte jo një parti, por gjithë shqiptarët. Ashtu është, po thonë, po sa shkova në New York, me njerë u aktivizova, shkova nesër, sa kom arrit natën e parë, nesër kom shku në zyrë dhe dësha të informohem se çka po punojnë, si po shkon puna dhe me njerë u aktivizova aty. Dhe që nga jo ditë, deri sa jam këthy, nuk jam nalë asnjë herë, duke punuar për Kosovën. Se atë mundësi e kisha të punoj së bashkut me shokët, miqtë dhe të gjithë aktivistët tjerë të cilët ishin atje. Cili ka qenë funksioni i kësaj zyre në atë periudhë? Çka ka shquar më shumë këtë zyrë? Po zyra në Evropë u lejoj këtë që tjetë zyre të Kosovës, desa në Amerikë është njoftë vetëm kjo si një zyre që ka funksionu 7 ditë e javës, pra 7 ditë e javës, 24 orë ka qenë në funksion, bazë prej nevojeve. Qëllimi kryesor ka qenë, pika e parë ka qenë sensibilizimi i çështjes së Kosovës. Pastaj lobimi dhe financimi apo mbledhja fondeve për çlirimin e Kosovës. Kur folim për sensibilizimin e çështjes së Kosovës, në atë kohë nuk ka funksionuar interneti apo shumë pak ka funksionuar në atë kohë në Kosovë dhe në vende tjera. Kështu që kjo zyrë vazhdimisht çdo ditë që ndodhte në Kosovë, ne merrshim informatën në gjuhën angleze nga Qendra për Informimin e Kosovës dhe nga Këshilli për Drejtat e Njerëzit dhe u dërgojke në krejt Kongresin, Senatin Amerikan, në Kombet e Bashkuara. Pra diku shkojshin rreth 500-600 faksa në ditë, ku gjithë opinioni ishte informuar. Pastaj kjo zyrë organizoi këtë demonstrata çdo muaj, së bashku me komunitetet, me organizata të tjera që funksionojnë aty, me Federatën Vatra, Ligën Qytetare Shqiptare Amerikane, Lidhjen e Presidentit dhe gjitha të tjera që funksionojnë aty. Domethënë kushtimisht u fuzionuan të gjitha afër synimit. Është hera e parë mendoj ndoshta që rreth lidhjes demokratike apo lëvizjes për çlirimin e Kosovës, që në bashku gjitha shoqatat, organizatat në krye me Federatën Shqiptare Vatra të përkrahen një çështje madhore si çështja e Kosovës. Sensibilizimi në atë kohë kishte një rëndësi të veçantë, pra brenda ditës, brenda orëve, çka ndodhte në Kosovë, opinioni amerikan, Senati, Kongresi u informojshin edhe nga drejt për drejt nga kjo zyrë, dhe si që thash, demonstratat kishin në plan një herë muaj apo 2 herë në muaj, varet prej kërkesave. Ne u koordinojshim me Kosovën dhe me Gjermaninë, me zyrën tonë në Gjermani dhe me zyrën e presidentit Rugova në Kosovë. Pra, u bëjken demonstrat në Washington DC dhe herën tjetër në Kombet e Bashkuara, mbaret prej nevojave. Sinkronizohej ajo. Shpesh herë, çdo herë që mbaj demonstrata, kemi përgatitur artikuj në New York Times. Të përgatitet një artikull në New York Times ishte goxha vështirë të shkruhet, por të paguhet. Vetëm një artikull në New York Times më kujtohet atëherë që u dojke të paguhet $150,000. Kush i jepte këto para? Në atë kohë, i jepshin këta burrat që janë këtu dhe shumë tjerë, shoqatat, aktivistë, njerëzit. Pra, ne arritëm, mendoj që arritëm dhe keni pa dhe vetë se çka ka bë Amerika, mendimin e shqiptar-amerikanëve, shoqatave të cilët nuk u ndalen prej shkurës së shqiptarit parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do të thotë se ne kemi bërë krejt punën.
Kjo punë është bërë në vazhdimësi nga themelimi i Federatës Panshqiptare Vatra dhe në vazhdimësi në thkrimin e shoqatave tjera, siç ka qenë edhe zoti Betyqi në Rinia Kosovare, Lidhja për Zrenit, Balli Kombëtar, Lëvizja e Legalitetit, për cilët pata nderin t'i takoj, sepse unë s'kisha pas rast t'i takoj atje, dhe jam shumë i lumtur i gëzuar që i takova, sepse kishim një mendim ndryshe për ta atëherë, sepse ne nuk na lejoj këtë mësojmë këtu në Kosovë, lexojshim vetëm për Partinë Komuniste, ku ta diun për njerëz të tjerë. Pra, sensibilizimi arriti në atë nivel shumë të lartë dhe pika e dytë që ishte çështja kryesore, që ishte lobimi. Lobimi, e dini se vitin 91 kemi pas 4-5 kongresmen senator që dishin për Kosovën. Theksuat edhe më herët se vitin 89 erdhi aeroplani i parë, tani kur i shiqoj ato kaseta, jam shumë krenar që ka pas dikush në Amerikë të sjell pikërisht në Kosovë në atë kohë kur u mor kushtetutja e Kosovës, pikërisht në aeroportin e Prishtinës bresin 4 senator dhe disa kongresmen në Prishtinë, që ju thotë shqiptarëve se ju nuk keni vetun, janë vllazët e Amerikës dhe janë pikërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës që janë me juve dhe vazhdoni pavarësisht. Naim nuk do të harrosh mendimin, ma kujtove këtë, prandaj ka kënduar shkurt e Fejza. Hej, hej, vahunë no mos ke frik, se ke gjemë në Amerik, vite besës Skënderbeu, që i dalin zota këveu. Pra, çështja madhore që kjo zyrë e bënte, është kontakti me Kongresin dhe Senatin Amerikan, dhe me Kombët e Bashkuara, por përshëndrimi krejtësisht ishte në Senatin dhe Kongresin Amerikan. Në vitin 91, po të analizoni vitin 91, dhe në vitin 99, kur shë më bardu forcat serbe, shqipni se në ditë në Kongres, kur kanë dalë dhe në Senat, votohet për dërgimin, për sulmin e trupave serbe, por thuajse, Republikan, Demokrat, Senat, Kongres, të gjithë e kanë përkrahur vendimin e Clintonit të si sulmojnë forcat serbe që i vrajshin shqiptarët. Vendi demokracisë së madhe. Në një vend, ka njerë mendoj dhe ashtu do tjetë, se nuk kanë shku vetëm rastisht shqiptarët atje, Zoti ka qu që ta bëj këtë mirë, ta shkleroj Kosovën. Kemi bisedu me kongresmenët senatorë, çka është kërkesa juaj? Ne kemi thonë që kërkesa e jonë është që ta përkrahni pavarësinë e Kosovës, ta përkrahni popullin e Kosovës, mos bëhet vrasje në Kosovë. Dhe kemi lidh një farë, si të themi, një farë marrëveshje dhe aty për aty kongresmeni prej nga ai takim ka fillu përkrahja për çështjen e Kosovës. E keni pa më vonë që është bën një grup për lobizëm që ka qenë pikërisht nga kongresmeni dhe miku i madh i shqiptarëve Elliot Engel me shokët e tjerë. I cili ka lobuar, I cili ka lobuar, do të thonë, edhe vazhdon të lobojë Elliot Engel. Të loboj. Vazhdimisht, do me thonë, edhe tani, sepse mos harroni se Kosova dhe Shqipëria gjithmonë ka nevojë për lobizëm atje. Bërë lobizmit, tregojmë se Kosova ka shumë nevojë, edhe tani, mos mendojmë se punët janë kryer dhe na ata duhet të rrim. Shqiptarët e Amerikës, shoqatat, organizatat, njerëzit, biznesmenet, vazhdimisht, edhe tani punojnë njëjtë që kanë punuar përpara. Pra, jem shumë i lumtur që kom qenë një pjesë asaj strukture, lobimit që është bërë për Kosovën dhe kemi bërë as shumë mirë që kur në historinë e shqiptarëve, as në Kosovë, as Shqipni, kur nuk është bërë më tepër. Sigurisht e kishim dëshiruar për mira vjet na im. Këtyre ditëve presidenti i Shqipërisë ka ndëruar gjithë shqiptarët. Ka ndëruar artistët, komunitetin e artistëve. Ka ndëruar me çmimin më të lartë, mjeshtër i madh, artistën e madhe të kombit shqiptar, Shkurt e Fejzën. Shkurt e nderuar, 40 vjet, 40 vjet karrierë. Në maja, e për majat artistike. Dikur të kishin ndjekur për këngën, besa dhe të kishin burgosur. Për këngën e popullit, që të kishin adhuruar, A keni menduar se do të vjen një ditë e bardhë, kur presidenti i Shqipërisë do të dekoroj me çmimin më të lartë? Dhe vetë the se 40 vite janë punë, sakrificë dhe një jetë të bukur e vështirë. Tash kur
me një farë forme kështu më ktheu në retrospektive dhe Naimi kur po thoshte me ato ngjarjet që i përmende në për vite dhe zotërit komunitetit amerikan atje, komunitetit shqiptar në Amerikë, dhe më thonë gjithë shka mua më kryoj emocion, sepse janë vitet që i kemi prekna këtë histori. Dhe pikrisht të kanë qenë frymëzimet e mia, motivet e mia të cilat edhe i kom përcjell në breza me këngët e mia të cilat ende vazhdoj t'i këndoj dhe janë shumë të dashura për gjithë publikun, për gjithë adhurues të këngës sime. Kjo është ajo puna ime, sakrifica ime 40 vjeçare, bashkëjetesa ime me popullin, kënga ime e cila ka bashkëjetua dhe gjitha hallet dhe brengat i kam përcjellur. Dhe cila goxha shumë ju ka parapri proceseve të mëdha. Faleminderit nëse. Ti edhe vetë the jo rastisht, do më thënë ka lind kënga mbahune në mos ke frikë se ke djem në Amerikë, sepse ka qenë shpresa e vetme e shqiptarëve të Kosovës Amerika. Presidenti Nishani ka bërë një punë shumë të mirë, edhe të madhe. Si u ndjeve ti në ato momente? Nuk e di, me thënë drejtën sa herë po bisedoj kështu edhe me miqtë e mi, po ndjej emocionin e asaj dite po më duket. Edhe qershori është një ditë që është ditë e paharrueshme, sidomos për mua, po edhe për gjithë adhurues të këngës sime, të cilët e kanë marrë një këtë shpërblim shumë afër zemrës dhe me një farë forme edhe ata janë gëzuar bashkë me mua. Unë jam ndije jashtëzakonisht e nderuar nga presidenti Nishani, sepse janë 40 vite të punës, sakrificës në karrierën time, punës edhe të sakrificës edhe të familjes sime, bashkëpunëtorëve të mi të cilët e kanë ngrit nivelin e këngës sime. Dhe me thënë të drejtën, me qenë se këngët e mia kanë pas një përmbajtje nacionale, në momentin kur pas 40 viteve këngë ti do të thret shteti të cilën e ke pas ëndër gjithë jetën dhe të dekoron me një vlerësim shumë të lartë në fushën artistike dhe para kësaj, do të thonë, ekzekutohet hymni për nder tandin, thirret komuniteti artistik atje i artistëve, të cilët kanë ardhur me të nderu, kishin ardhur dhe të gjithë edhe kompozitorë të këngëve të mia më të mira, do të thonë, dhe kolegët e mi, familja ime, po, dhe ishte sinqerisht kënaqësi. Po thamë shumë sinqerisht, Naim, kam ndi shumë emocion, sa që më këputën kom tash, se falemderit. Mua personalisht as njëherë së më ka mungu për krahja e adhuruesve të mi, sepse gjithmonë me fjalët më të mira as njëherë se në kursy më inkuraju për punën, më falenderu për këngët, mirë po një vlerësim të tillë unë nuk e kam marrë asnjëherë, domethënë prej vetëm në 10 qershor të vitit 2013 kjo ka ndodhur, për mua është një diçka shumë e bukur. Ditën e 135 vjetorit të lidhjes së Shqipërisë. Që sigurisht do të mbetet ditë të shënuar për jetë të jetëve, sidomos në jetën tënde edhe në jetën e familjes tënde. Shkurta, akoma do të bisedojmë, po në një shesh si ky që quhet Odeon, që është shesh i fjalës së ëmbël dhe këngës së mirë, më mirë se kënga jote asgjë do të jetë honte. Prandaj presim jehun e këngës tënde. Shkurtë Feza!
qiell që na bashkohon, jeni djep që na burnohon, është një gjuhë që flasim tonë, e një tokë që thrasim nohon, është një gjuhë që flasim tonë, e një tokë që thrasim nohon. Besime për Shqipni, ka për qëllaj drini si, e unisa për me ardhe, por si vala e drini dhe bardhe, e unisa për me ardhe, por si vala e drini dhe bardhe. Faleminderit shumë, shumë faleminderit Sali. Faleminderit shumë. Faleminderit zotri Sali. Do të jemi bashkë. Shumë faleminderit. Zoti Berisha, keni kaluar vite pune me synim lirinë e Kosovës. Sot synoni zhvillimin e saj. Së pari më thoni, me që keni shkruar librin Leadership, lideri lind apo krijohet? Lideri lind dhe krijohet. Keni qenë afër presidentit Rugova deri me vdekjen e tij. Më pas keni qenë edhe pjesë e zhvillimeve të tjera, por nga goja juaj kam dëgjuar shumë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Bile dhe keni premtuar goxha shumë. Dikur keni premtuar 300 milion Kosovës. Është vërtet. E keni mbajt? A do të mbani fjallën? Apo Jo, kanë qenë slogane t'jem korrekt, politike? I kam premtuar 300 milion pes dhe komunës pes me klin, kurse tash i ofroj 800 milion Kosovës. Një ekonomist, një menaxher, i ka ato para, apo gjen forma dhe mundësi për t'ja ofruar Kosovës në procesin e saj të zhvillimit tepër të domosdoshëm? Sigurisht që gjej forma, por fillimisht ato para nuk do të ishin ardhur nëse nuk i shpenzoj unë disa milionat mi personal. Prandaj për të përgatit infrastrukturën e ardhjes së investitorëve të mëdhenj. Sigurisht që po, dhe sigurisht që sigurisht që çdo biznes tjetër i cili ka rrjedhat e veta, dhe sistemi financiar është i llojit tillë. Do të thotë fillon në xhenezë dhe vazhdon tutje deri në miliona. Do të flasim akoma për këtë. Si e shihni ju si një vizionar i kësaj çështje, sidomos në botën e ekonomisë së zhvillimit, zhvillimin e Kosovës tani, kur në të gjitha listimet fatkeqësisht jemi të fundit? Shiko, ka qenë një kohë pas shlirimit tani që mendimin e ndërkombëtarëve është mendu që me eksperjenca atyre menaxhuese dhe drejtuese, ka mundësi që e lehtëson punën tonë, punën e krejt qytetarëve të Kosovës, po edhe diasporës shqiptare. Do thotë, është një formulë e gatshme nga ndërkombëtarët. Fatkeqësisht u vërtetu që nuk qëndron ajo, nuk qëndron, s'ka asnjë formulë. Kryesisht formulat e tyre kanë qenë dështim në ekonomi. Dhe kjo mund të lidhet edhe politikisht, sepse nuk janë kryer disa gjëra dhe është
është cungu procesi i zhvillimit nëpërmes pjesës politike të pakompletuar. Unë e shoh kështu dhe nuk la shumë faj në proceset e zhvillimit apo në proceset e qeverisjes Politikës vendore, me tonë? Nuk i leni shumë faj. Ka interferenca dhe ndërkombëtare, thoni ju? Absolutisht. Sigurisht që po, për shembull që e marr sektorin e energjisë, banka botërore dhe institucionet tjera, por bankën botërore them kështu haptas. Banka botërore nuk mendon që ne do të krijojmë dhe të gjenerojmë kapacitete të reja të energjisë. Por njëkohësisht flitet në gjitha konferencat që i dëgjoj unë dhe sugjerimet që vinë nga organizata ndryshme me akuzat mëdha që duhet gjenerohen vende pune. Vende pune, fabrika, çfarë do biznesi pa energji elektrike. A ka pa kush? Nuk krijohen. Nuk krijohen. Tani, sikur të kishim lumej, liçej dhe të krijojmë energji elektrike që është pak më e lirë dhe më e shëndetshme me hidro. E vështirë për të filluar, po më pas e lirë për të mbajtur. Mirë. Tjetra është që promovohet shumë, e shoh dhe më vjen keq, promovohet shumë energji alternative. Energjia alternative nuk zhvillohet tash, ka stagnuar në Amerikë, në Zvicër, në gjitha shtetet e perëndimit, edhe nuk ka shans që të gjenerohet në 10 vitet e ardhshme, sepse situata ekonomike financiare që ka kablu këtër botën nuk e premton. Pastaj janë edhe pengesa tjera që kanë qenë vazhdimsi e problemeve është edhe ligjet, mungesa e ligjeve, dhe kur i kanë kalu ligjet nuk i kanë harmonizu. Zoti Berisha, 800 milion euro. Shumë e madhe parave. Jo vetëm për Kosovën, për gjithë Ballkanin, Evropën juglindore. Po. Si do t'i sillnin Kosovë ato? Me çontë. Me çontë. Jo, bukur shumë, po na me çontë i presim. Jo me çontë, ka përfunduar me çontë. Unë deshta para se të lidhna me ato profesionale, deshta vetëm kur i përmenda ndërkombëtarët, i përmenda vetëm për një arsye, kur gjë tjetër. Se qeveria tani dhe institucionet e shtetit tash në vazhdimsi duhet ta kuptojnë që gjitha proceset e mëdha kombëtare kanë shkuar nëpërmes diasporës. Mesazhi juaj është? Mesazhi im është që përqendroi, lehtësoni ligjet për diasporën. Ne i kem tollat tona që i kem fituar atë dhe kem bizneset. Mund ta ndajmë një pjesë të biznesit dhe pasurisë tonë të investojmë në Kosovë. Po më e madhja është që na mund të sjellim partnerët tonë që kemë atje, që kanë shumë ma shumë se na. Partnerët e huaj ndërkombëtar nuk vinë këtu pa shqiptar. Kaq. Zoti Bytyqi, si e shihni Kosovën pas disa vitesh, pas përfundimit luftës, e sidomos pas këtyre 5 viteve pavarësi? Është zhvilluar ajo? Kosova, kur e kom lanë unë, edhe atëre isha shumë i emocionum, në gjithë se edhe tash sarvi në Kosovë, sepse kemi naj shumë kohë jashtë, edhe kisha me i trit, kisha me i otani fjallë, se rrinin vendin e juj, sepse vendi i huj nuk bëhat i jyti. Asnjëherë. Asnjëherë. A do t'ishte mirë që përvoja tuaja të krijuara në diasporë, në mërgat, të sillnin Kosovë? Po, me gjithë qef edhe kom tentu e pak, unë nuk kom ashtu, vetëm sa kom shikue se ku qëndron, edhe në vërtetën e kom pa edhe Elmin si e kanë zvarit, këtë ka fillu këtë punë që 4 vite, edhe me gjithë se ka qenë puna për vizibilitetin edhe qëna tjera, por tashti si duket inshallah ka ardhur pak ma edhe që i tha ligjet ato të mund me i kalu, edhe ma në kuj aspekaj shumë ma mirë se është ekonomist. T'jem qartë, du me mbrojt në këtë rast kryeministrin e Kosovës, sepse është mundu, ka shpejtu ligjin, pastaj mbështetjet shumë të madhe, të fuqishme dhe profesionale ku marrët nga ish-presidenti i Kosovës, Begjet Pacolli, sepse e kupton më së miri biznesin në Kosovë për çdo politikan. Ftoja artistët e humorit për një pikë të bukur artistike, në nduar tokitje tuaja. Pa unë. Og! Sali! Oge! Amre, që kini? Penina, a gjën feriz që po thira? Sali! Frez? Po thirë ferizi! Kuja që loj bashon të më prisha i frez, bete që.
O Sali! Jo Frizi, po po thirr Ferizi. A shpangrina që kaj? Hoj, ku... Po ku merr vesh ky sa pula në telefon ku po... iPhone? Sali! O, Gjaferiz! Sali! Ha? Hajde bre, se mirë vesh ti me ta atje se kur që gjenin s'ka. Hajde, hajde. Ha, Sali aty. Hajde, Feriz, welcome. Sajlovski? A ku je? A jemi njështë që shije, apo më në mosh me shnet? Tanat ka pak, tanat ka. Ullin mës. Kumull? Në mës. Valaj bre, Feriz, mirë jem, pa jenë boda vjetë, Feriz. 84 vjetë tune. Vjetë? Ja, si vjetë. 84 i bona. E vjetë? Pa si vjetë, 84 vjetë, une. E vjetë? Pa si vjetë? A të djallë, ma ka përzi, ma ka bo lamsh me vjetë, si vjetë. O, po thët, si vjetë i këm bo 84 vjetë. E vjetë? Që vjetë, po vjetë i ka bo... Si vjetë, 84 vjetë. E si vjetë? Po që me oge, si vjetë i ka bo 84 vjetë. E si vjetë? Po si vjetë i ka bo 84 vjetë. Kadal, si vjetë i këm bo 84 vjetë. A vjetë 83 vjetë, par vjetë 82 vjetë. Dhe të i ka, si vjetë i ka 84 vjetë. Sa vjetë? Që sa vjetë? 84 vjetë si vjetë. Si kër vjetë? Jo si vjetë, se vjetë i ka pas 83 vjetë, e si vjetë 84 vjetë. E pëse për piska se për një? A për një, Allah hile, Feriz, qësh je? Ha? Ba sa qësh je? Ha? Vala i mirë për me ankesa. Qaj që, a që ndresa, e? Ha? Nuk po thot qendresa, po thot me ankesa. Aha, alvesa. Ja vla ka bo mirë ma si ka kanar dyjat. Ku ko jo, as qendresa, as albesa, po thot me ankesa, mu anku. E ku shë shku? O nuk kanë faj vetë vendosja që gjunë me vose, ty du të me gjunë me punë këje. Allah hile, Feriz. Apo më kalëzat dishka drejt. Ha? A penina? Apo më kalëzat dishka drejt. Ha? Drejt, pa da më kalëzat dishka. Drejt të pak. Ha, po. A je lien mujnë a nona më shjegut, je lien mujnë e shtatë që ke pas me shku na ikone së të ka prit. Ha? Po thot, a je lien mujnë e nona... Pëni, matë vogël, po. Aha, mës je lien pëhat mujnë e shtatë. Jas, pëni, matë ma. Pas... Oga po thot, mës je lien mujnë e shtatë, se të qështë si i vogël i holli, mës je hinj pak. A je, Sali, këtë në ere gratë kanë lindë anë që kanë pas ranin. Ka lindë për vitrini fmi, unë shko kur ka shku fmi, ka lindë 2 fmi, ati që me pas punë edhe mësusat, me ponzonca. E, mërë Feriz, qështë moj men. Ha? Pa thamë qështë moj men, Feriz, me qëto 2 durët mija ta këm prej këthinzen. Ma qka? Po thot, me qëto durët këtina, ma o këpët mija ta këm prej këthinzen. Kështë e ka ngu sfizen? O jo bre, jo ingjën fiz grunë tonë, nuk e ka ngus kërkush. Po thot me qëtu 2 dur ta komprek thizën. Aha, ta pas ka prish dikush pëshisën. Apo? O jo bre, as fizën, as fshizën, po këthizën. Për shamull, dërë i të orja, këthiza. Aha, këthizën. Po, Sali prej kuri ma ke prej këthizën. Barë, ku për më dhamë? Ja, s'kem dhenë, 36 copa i kem posi kem hekë se bëjë shënda. O, s'kini a! Ja, hekë dhe la. Po, nuk po thet bragë dhenë në kështu dele, nuk po thet, po thet, pej, barë ki për më dhamë si ma ke prej këthizen. E kush e ka ngu të fizen? Ku për mu? Ku për shka bërë? Shëndo. O, jo fizen, po këthizen. Da pas ka prish fshisën diko Ka të nëri thash, të nëri thash. E nëri thash.
jo, oge, as fshinsen, as këthinsen, po për shambull A, B, E, T, Arja, këthinza! E qëllim shim? Qëllim shim? Pullat e Petritit! Ta që kanë ndryshu. Ta që kanë ndryshu, sanë ma pullat e Petritit, po ta që pëthojnë zëjt e tunes. Sali! Barku! A beti barku? Barku! Po! Ku jemi të barki, unë do të veqoja disa veqëri barkore të njeri. Feris, grihun e kam. S'kom su, Sali. Ku e ngrin kom? A drejton mirë. Kjo është trupi njeri ut. Ashtë. Kneje ka zemrën. Nuk ka kinez, se ti shko kinez e kish posa i zemrë knej si këta telefonat me 2 kartela. Vajde. Kneje poshedan melqine, ka shtin këpek. Kurse Ferizi poshedan një trup virtual. Shumë modelist, ja shushëm, i bëgjodniqëm. Se për kesh, Sali? Për qef. Okej. E ki trup vital. E je për gjdo... Sali! Nuk kam mirë me kesh me njerë, se jenë zotit. Ja, s'pa keshi me njerës, po keshi me trup tonin. E ka një trup vital. Ashtë maniken, ashtë jatë për manikenizem e lebendizem. Që tha, këne e ko zemrën, nuk i kines mi pos 2 zemrën si telefonat të 2 kartela. E, pos këmishë me 2, asë pësë është, që pësë. Borë, kune mirë, je për bjo të livit fiz livit mirë. Qash, qaja. E me Sali! A ullëm, baj se... Po ullëm që dhe, për nga i ka djeli malë. Koj? Djeli. Qazimi? Djeli e të rosa që plongë vesh, për të kalëzaj. Maj Feriz. Me Sali. Më kujtu e se hanë e danje koj pushkës ti. Po, që ashtu është, Sali. Po mu kujtu e që ty, kur ke linë ti, kanë qitë pushk. Kanë qitë pushk për gëzimit. Jo, vëlloj, Sali. Se? Kanë qitë për idhnimi se baba jo të kështë qitë pushk për idhnimi se ti kështë e godë për dojve dhe kesh. E të ka qitë pushk për të avro nonën. Feriz. Po. Maj Feriz. Veli vëlla, Feriz, edhe ti shumë në lufta ti ke përjetu. Ma shumë ke përjetu lufta se sa dikur se këqyr filmane për televiziora. Luftat që ka shpesht, që shumë ke luftu shumë. Po, vëlloj, Sali, plumin trëptamin ka hi së shpit vetë, ka hi e ka dollë kur ka dollë. Po, vëlloj. Haj bom. Po, pasha zotin. Një koni plagosin shumë. Ani dë farë shtramona, shahet kanë gjuhet kanë plagos, ku s'po të imer me të vrabër. Apo, lëpje, Sali. Qa pa thet bre? Qa pa thet këqyr me të thota, shone. Akes, do të mi kalzu, Akes. Po, që pa thet je kësi, ati pra to që këna pos me brina, ati që e lidhë shumë në fillim, e tani u zgjith kënë fund, ati adin viken me disë nonës, adin me besht ka njerë. Ljopa? Qesh të për thet? Feriz, në grihun e kam. Kesh brej ngrit para uta? Edhe hen grihun. A dhe hen më ngrija? Feriz, prej sanësit pa ki gjak, bëjsh një gjak bërgj. Gjak që si të kuqa? Një gjak bërgj se më ke tha ljup. Ani Sali së bonomi se te merito me tonë dhe më zatë për ljup ma bëte, adin e zbuta. Sali! Orda! Ta o gjoku për, shfar gjoku grupi, shfar gjoku kia A, B, A, O, B. Valaj unë jëmë kote doktori, e këm veç qfar gjoki kam tha, s'ki gjak ta gjerre ki. Po thët, grupin e gjokit e ka 0. Ja, ka de gruja, mati. Qa për të? O, jo bre, grupin e gjokit e ka 0. Po, Brazili fitoj, shtash të Meksike, 3-0. Po. Kushe ka shenu? Neymar. Ja, s'ka morë, ka ta shveqerë, ka morë. Neymar, kë futboleri, kë me kështë. Qa për tëtë, bre? A di qka? Mirë në vetë! Kova!
Kali! Po këto jam. Ke të mpilqy lofi shumë e ty, për na shkaj përkthy si... S'ka, valla. Takomi të haune dhe 15. Këto i, a? Po këty vi. O, bo, se na i ke përkthy që e duhet. Natën e mirë, kale fëmijë. E valla, shi e mirë. Hajde shini për tira. Hajde kale mirë. Hajde të lërin. Hajde të lërin. Hajde, Hajde, hajde shini. Hajde. Hajde.